E shohin edhe një problematika, cila dhe zër, por shumë na e dim në Islam, njëri të lejohet më martu më shumë se një gruaj, apo. Madje shumica e sahabëve kanë pas ka 2 gra, ka 3. Madje tabiini ka 2 e ka 3. Pejgamberi sa mi ka pas 9 gra. Na e dim Allahu e ka bë halal mi martu e 4 gra. Apo. Po çka i gjena disa prej muslimanë fatkeqësisht. As nuk ka i Zoti me martu ditën, as nuk ka i Zoti me mshël gojën. Ovo ja martoje pa fol, ja mos, a keni pa zakonisht, u plakëm me kanja. Çfarë të fol? Pse ti duhesh bashkëzimisht me vol këta? Si shmikon kur farbura? Po pse ti duhesh me thon si shmikon kur farbura? Si ti je zhburr shko martoje ditën dhe mshële këtë muhabet. Kjo çka argumenton vëllazër? Se ti nuk kujdesesh për disiplinën e të folurit. Pejgamberi sa nuk ka thënë, u plakëm vallahu subhan. Jo, hash as sahabët. E ka marr ditën e ka mshël kaptinën. Nëse duhet e dyta merre. Ama edhe tjetra fatkeqësi cila, për shembull, që nuk ruhet edepi. E ka një gruaje. E ka një gruaje. Edhe çka ban? Vazhdimisht. Allah edhe ditën më ka lejuar. Po ti me gryn tonë do më bëket më beta. S'ka gruaje mboll dhe që thot hajde martoj edhe ditën. S'ka haroj atë. Nuk ka. Domthon xhelozia te ta është e madhe. Domthon ajo domthon kujdesi i gruajës se të ketë veç ty janë shumë e madh, çdo Zoti ka kriju. Mos ja provoko këta që ta nxjerrësh ti para sheriatit. Ha, Allah e ka lejuar, mos po do ti më bë haram. Jo vetë s'ka gruaje që do më bë haram këtë punë. Që del pi feje. Cila do gruaje mbot që thot s'lejohet burri me martu gruaje 2 gra. Ajo del pi feje. Del miniard pi feje. Pse? Pejgamberi më i ka pas alayhi sallam 9 gra. Apo, dhe plot pisave i ka pas për mi 3-4 gra. Për mi 3-4 gra. Dhe kjo poligamia, martesa më shumë se gruaje. Ama nëse ti ka plot për muslimanë do të më martu veç një gruaje valla. Apo, e kisha i ban që zakonisht ka ndodh kur gjapi ti valla. Kur gjapi ti, çish kur gjap? Ka njëri do më martu veç me një gruaje. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur e ka pas Khadijën radhiyallahu anha, derisa i ka vdek ajo, s'ka martu tjetër gruaje. Derisa i ka vdek ajo, s'ka martu tjetër gruaje. Dhe martesat e pejgamberit sallam nuk janë kanë psharake që na kujtojna. Jo, ai ka pas për misione, ka bë kabile, mitësi, u ka bë dhëndër i kabiles, për shembull, ja ka marrë Safijen jehudive, që jehudit me nal pak atë hëzin e madh ndaj tina. Sa tash kur e kanë bë dhëndër, çish me sulmuve dhëndër e kena. Kështu e ka këshir pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. E jo sikur që e këshir na. Andaj qëllimi i kësaj ngjarje, edhe këtij rrëfimi është që neve të na edukon mënyrën e të folmës, kujdesi fol, kujdesi për shkruan. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka mallkuar një njeri i cili e ban një gjuna, çash një e ka bë. Ai e ban një gjuna më të madh se gjunai. Çka? Thot as vllai të kallzoj prom çka ku bë. Edhe këtë çajtorës tash. Çka ke bë valla? O jo falta natën. Po se falta natën, mos e rrofej gjunain. Se ti kur i të rrofej gjunain, ala ma gjuna. Ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, Allah i fal kit gjunaçar të umetit tem. Po sa tash ka dalin publik. Ata shka dalin publik. Ata shka kallzojnë. Va Allah ko e kumba. E dini, Zoti na ruaj. Andaj ti shem atje do edhe kur shkruajnë poezia, që janë edhe poezia letrare. I keni dëgjuar kush i ka dëgjuar, kush i ka dëgjuar, inshallah i dëgjon ndonjëherë. Ka shumë që i quhen poezi letrare. Ai u ka kulluar ti të kallzu për gjunaje. Ku ka kulluar të kallzu për gjunaje? Se si ka me xhiga jo e kjo. Andaj e mësojmë nga surja Yusuf se Allah me zgjidhje na kallzon këshire u mrini flaka këtu. Flaka mrini. Ama ti unë nuk të provokoj nepsh. Pse? Se qëllimi është me ndal. Andaj shiko, Allahu thot ajo i msheli dyrt, ama Yusuf jam msheli mundësit. Po ti sa dush msheli dyrt. Unë ti këpu ti krejt të rrajt e andrave tua. Andaj mësohemi nga ky rrëfim që ta mban një lloj disiplinën të rrëfimit. Kur të tregojsh, kur të kallzosh, kallzo si njeri. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam merr këtë rast. Një ditë prej ditëve erdhi një gruaje te pejgamberi dhe zakonet e grujeve, zakonet e grave. Apo, nëse ai ishte mësuesi i njerëzimit sallallahu alaihi wasallam. Edhe filloi pejgamberi me ia çu tërthorazi. Tërthorazi. Se i vike mahre mi thon çashtu. Apo, edhe pejgamberi pi thot tërthorazi. Për shembull, apo njerëzit që sot kur shkojnë për shembull në Zoti ju nderoj në nevojtore. Çish e përmendin me sinonim, thot ta ndrojnë një abdes. Dhe shikoj sa shprehje e bukur. Ta ndrojnë një abdes, pse? Nuk thotë të shkoj unë pika. Jo, ta ndrojnë një abdes, pse? Që mos tingëlloje keq. Apo thu për shembull kam nevojë. Pse kam nevojë? Se nevoja edhe buka, edhe uji, edhe fetja, këtë nevoja janë. Po ti kanë ardhur kur shkon në nevojtore, çfarë thu? Ma e ish më thon, me kam një nevojë.
du me ndru një abdes që me e shprej ma hishëm. Për mësam filloj kështu mi kalzu, ajo s'po të marrvesh që thojke. I tha për mësam hinë mre, hinë vete grujnë teme. Tash, unë e sun të kalzoj tyje, ato detalet shka ti lip, hinë të gruja eme, e fol me ta edhe miru vesh. A dhe se shiko për mësam i vind të marrë shumë. Thojnë sahabët, pejgamberi s.a.s. i vind të qaç marrë për dit, sikur që i vjen natën e dhëndrijës nusës beq marrë. Për dit që ashtu e ka pas marrë. A ju mlën të në marrë ku zoti matë. Kjo kanë për mësam, dhe kjo neve në duhet. Andaj Allahu gjë në mëson neve. Edhe kur të folni, që Allah për në kalzon neve. Apo do një menin një njarje, kam rin flaka, ama nuk ju provokoj. Kështu vëzër duhet edhe na me pas parasysh se ku të rëfejme, ku të kalzojmë, e ku t'i kalzojna dikujna, duhet me pas parasysh se mundimi me nëzit të kaj një paknaci, një epsh i cili s'ka mundësi me u kontrolua. Kjo vëzër është e para.